Good afternoon, everybody, and Mirë ditë të gjithëve dhe mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen gjyqësore Thaçi dhe të tjerët për krime lufte, trupi gjykues me 18 shtator urdhëroi vazhdimin e paraburgimit për Recep Selimin, Kadri Veselin dhe Jakub Krasniqin, duke konstatuar se vazhdojnë të ekzistojnë rreziqe që të akuzuarit mund të pengojnë ecurinë e procesit ose të kryejnë vepra penale të tjera. Trupi gjykues gjykoi se lirimi të akuzuarve në posedim të informacionit të ndjeshëm nuk do të ndihmonte mbrojtjen efikase të dëshmitarëve që kanë dhënë dëshmi tashmë ose të atyre që mund të dëshmojnë në procese paralele. Në rastin e zotit Selimi, trupi gjykues rikujtoi se duket se zoti Selimi nxori informacion konfidencial për palë të treta, të paautorizuara, çka përforcoi konstatimin e trupit gjykues se ekziston rreziku që zoti Selimi të pengojë ecurinë e procesit. Sipas mendimit të trupit gjykues, rreziqet e identifikuara nuk mund të zvoglohen vetëm përmes kornizës për monitorimin e komunikimeve që zbatohet në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara. Trupi gjykues mbajti parasysh se të akuzuarit gjenden në paraburgim për një kohë të gjatë, por vazhdimin e paraburgimit e gjykoi të arsyeshëm bazuar në faktet se ndaj të akuzuarve janë ngritur akuza për krime të rënda ndërkombëtare, ku pretendohet se ata luajtën rol të rëndësishëm dhe mund të përballen me burgim të gjatë në qoftë se shkallën pajtor. Gjatë kësaj jave, dëshmitari i tretë i thirrur nga mbrojtja e Thaçit dha dëshmi në sallë të gjyqit. John Duncan është një ish punonjës i shërbimit diplomatik të Britanisë së Madhe. Ai dha dëshmi kryesisht në seancë publike. Seanca e ardhshme në këtë çështje është caktuar për të hënën 29 shtator. Gjatë javës tjetër, pritet që 2 dëshmitar të japin dëshmi në sallë të gjyqit. Në çështjen gjyqësore, Thaçi dhe të tjerët për ndikim të pretenduar ndaj dëshmitarëve, në 19 shtator, prokuroria dorëzoi dosjen paraprake sipas afatit të caktuar nga gjykatësja e procedurës paraprake. Në një vendim të javës së kaluar, gjykatësja e procedurës paraprake ftoi ekipet e mbrojtjes të dorëzojnë dosjet paraprake deri më 20 tetor dhe njoftoi se synon t'ja kalojë çështjen trupit gjykues në gjysmën e parë të nëntorit, në varësi të vendimeve që do të jepen nga paneli i gjykatës së apelit. Në lajme të tjera, ekipi për komunikim dhe ndërgjegjësimi e dhomave të specializuara këtë javë u takua me anëtarë të komunitetit vendor në Zveçan, si dhe me student, nxënës të shkollave të mesme dhe gazetarë në Prishtinë. Pothuajse çdo muaj, një ekip i dhomave të specializuara takohet me përfaqësues të shoqërisë civile në pjesë të ndryshme të Kosovës për të shpjeguar mandatin e gjykatës, për të dhënë informacion të përditësuar për proceset dhe për t'u përgjigjur pyetjeve të tyre. Më 21 shtator, dhomat e specializuara morën pjesë në ditën e vizitave të institucioneve në Hag, gjatë së cilës një herë në vit organizatat ndërkombëtare hapin dyert e tyre për publikun dhe shpjegojnë mandatin dhe aktivitetet e tyre. Gjatë ditës, dhomat e specializuara ofruan 3 vizita të shoqëruara të pjesës publike të gjykatës. Kaq kisha unë, mirëpres pyetjet tuaja nëse keni.